për kandidatëve garon në zgjedhjet e 14 martit. Është shumë e rëndësishme në fakt. Është shumë e rëndësishme që secili prej jush të jetë aktiv, por mbi të gjitha që të shprehë interes për atë se çfarë mund të bëhet në bashkinë dhe në zonën ku ne jetojmë. Në këtë mënyrë është organizuar një forum I cili do të vinë I ndarë në disa pjesë. Pari do doja që të prezantoja kandidatin të cilët kemi pranishëm në këtë forum publik, është pikërisht kandidati I Partisë Socialiste për Bashkinë e Vallëdesit, zoti Kristian Shkreli. Faleminderit që gjete kohë dhe faleminderit për pranimin tuaj. Ana tjetër mund të marrësh edhe mikrofonin tonë që të mos interferoj. Faleminderit. Ju informoj gjithashtu se ky forum po ndiqet live dhe nga rrjetet sociale, jemi pikërisht në faqen zyrtare të Facebook-ut të lidhjet përballja e ofertave politike. Përpara se të nisim prezantimin e platformës që kandidati ka në rast të tjetë kryetari I Bashkisë Vallëdesit ka vitet të ardhshëm, më lejoni fakt që të bëj një përmbledhje të shkurtër të nismës dhe çfarë është rrjeti POP, pra përballja e ofertave politike POP, përbën nga 12 organizata aktive në gjithë vendin, ndërkohë që mbështetet në Shqipëri edhe nga All of Five International Center dhe National and Women for Democracy. Ndërsa përfaqësuese e rrjetit në Bashkinë e Vallëdesit është organizata Qendra e Gruas Hapat e Lehtë, që ne falenderoj vërtet shumë për gjithë punën që ka bërë gjatë këtyre viteve dhe veçanërisht në zonën në cilën ne jemi aktualisht. Përballja e ofertave politike POP synon pikërisht që të rrisë debatin publik, synon që të marrë pjesë komuniteti në pjesën e asaj çfarë ka vendimarrje në pushtetin vendor dhe në atë se çfarë do të bëhet nesër në këtë bashki. Se në fundit, ky është forcimi I një demokracie që dëgjohemi dhe që kemi prioritete, e nga ana tjetër shohim se tek cila prej këtyre platformave ne e gjejmë veten në realizimin e prioriteteve që zona ka. Ndaj rrjeti POP ka organizuar këtë platformë në 3 zgjedhje të njëpasnjëshme vendore, duke nisur në zgjedhjet e vitit 2015, po ashtu është organizuar forum I ngjashëm në zgjedhjet e vitit 2019 si dhe në zgjedhjet e pjesëshme vendore që ishin në vitin 2022. Në përmbushje të këtij objektivi, sot ne do të trajtojmë edhe kontratën sociale 2023, që uroj dhe shpresoj shumë që të merret vërtet seriozisht, duke qenë se është një kontratë e cila tash është hartuar me një përpikëmëri të madhe duke marrë bazë pikërisht komunitetin. Veçanërisht gjatë muajit shkurt mars në Bashkinë e Vallëdesit janë organizuar nga organizata Qendra e Gruas Hapat e Lehtë një sër takimesh me kryetar të rastësishëm, me fokus grupe të ndryshme, por nga ana tjetër edhe me grupe të caktuara, duke shprehur edhe nevojat dhe prioritetet që ato kanë veçanërisht në 4 vite të ardhshme. Kështu që do doja shumë që të lecoja edhe kandidatit dhe të them që të gjitha prioritetet të cilat janë hartuar dhe që do të prezantohen sot janë pikërisht të menaxhueshme dhe me kapacitet për të realizuar në 4 vite të ardhshme. Prandaj për këtë arsye, në pjesën e parë të forumit do të dëshironim që të dëgjonim platformën, planet dhe objektivat tuaja për 4 vite të ardhshme, ndërsa më pas do të kemi mundësi që të përfshijmë të gjithë duke patur pyetje nga salla. Do doja shumë që koha të ishte e barabartë që të mund të merrem secili prej jush kohën e mjaftueshme, por duke respektuar njëri tjetrin në mënyrë që të shprehni gjithë pyetjet apo gjithë interesimin që keni për atë se çfarë do të bëhet në 4 vite të ardhshme. Tash edhe më herët, e gjithë lista dhe përfilimi I prioriteteve është bërë në bazë të nevojave të komunitetit. Ndërkohë që është kolega ime, pikërisht nga Qendra Hapat e Lehtë, Kujtimi Nulja, e cila do të fillojë me prezantimin një nga një të prioritetet të cilat është shfaqen edhe në këtë PowerPoint, në mënyrë që ti shohim dhe të jemi më lehtësisht të aksesueshëm në prioritetet kryesore. Do doja që të kaloja mikrofonin tek Kujtimja. Përshëndetje të gjithëve. Filloj me prioritetin e parë. Prioriteti I parë ka të bëjë me forcimin e demokracisë vendore dhe avancimin I agjendës së integrimit evropian në nivel vendor. Ky prioritet kërkon që të realizohet krijimi I një strategjie të re në shpërndarjen e informacionit, kryesisht për atë që lidhet ngushtësisht me interesat e qytetarëve, ndikimin e jetës së tyre, si programe të ndryshme të nxitjes së punësimit, biznesit, strehimit e tjerë. Ndalje pak që të marrim pak prioritetet, një nga një dhe të doja në fakt pyesja pak zotin Shkreli. Në lidhje me prioritetin e parë, të cilën e kanë vendosur si të rëndësishme qytetarët e Bashkisë së Vallëdesit, si synoni që të arrijë apo çfarë le të themi
keni në planet tuaja, në projektet tuaja për forcimin e demokracisë vendore dhe avancimin e agjendës integrimit evropian në nivel vendor. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën. Ne si grup dhe si një nga bashkitë më të rëndësishme të qarkut të Shkodrës, kemi dhe do hapim disa website të cilat kanë për transparencën, që janë për transparencën e publikut, gjithashtu një ndër prioritetet tona janë kanë gratë, të cilat kanë 50% të vendimmarrjes në bashki, të cilën ne në gjithë respektin deri më sot nuk kemi pas një vendimmarrje të grave. Unë do jem mbështetje për të gjitha gratë e Bashkisë Valdez dhe transparenca do jetë në faqet e bashkisë për çdo vendim që do merret nga bashkia dhe nga kryetari i bashkisë. Nga gjithë kjo pikë, fakt më intereson më shumë të pjesa e pasjes në programin veçanërisht të strehimit, por gjithashtu edhe të inkurajimit të bizneseve. Nuk e di nëse ka një fokus veçantë mënyra si do ta lihet apo çfarë le të themi sektori do t'i kushtohet, çfarë vëmendje do t'i kushtohet kësaj, përveç pjesës që ju na folët pak për aksesueshmërinë nëpërmjet faqeve të internetit dhe nëpërmjet faqeve online, të cilat më vonë krahas gjithë feedbackut pozitiv do shohim që ka edhe disa paqartësi në këtë lundrimin online në bashki veçanërisht në zonat rurale, por do shumë të ndalemi pak tek pjesa e inkurajimit të biznesit, por edhe e programit të strehimit. Dhe për sa i përket biznesit, ne kemi bërë një plan që të lehtësojmë bizneset, si nga taksat, sepse ne si bashki kemi mundësinë nga që ne kemi edhe landfillin e Bushatit, që e kemi në zonën tonë dhe menaxhojmë ne. Kena mundësi që taksat e pastrimit për çdo biznes, sepse ne na takon nga që landfilli është në dhomën e Dejes, që taksa e pastrimit mos jetë si në Shkodër dhe si në bashkitë tjera të qarkut. Gjithashtu taksat e infrastrukturës, besoj që janë i fije të larta, dhe ne do bëjmë uljen e taksave në 4 vite të ardhshme për bizneset. Kalojmë tek prioriteti i dytë. Jemi prapë në prioritetin e parë, ku për forcimin e demokracisë kërkohen edhe faqe interneti lehtësisht të aksesueshme e përditësuar me të gjitha informacionet e nevojshme që nuk ka nevojë për kërkesë, vendosja e disa infopoint të digitalizuara në pika strategjike të qytetit me qëllim informimin e qytetarëve, kryesisht vizitorëve vendas dhe atyre të huaj. Patjetër, ne e kemi në plan dhe në programin tonë që do bëjmë gjatë tillë, kështu që patjetër që po. Do jetë prioriteti jonë në 4 vite të ardhshme që çdo vendimmarrje që do merret do jetë transparente dhe e aksesueshme për publik. Fuqizimi i mekanizmave komunitar të përfaqësimit. Këshilli vendor i rinisë dhe ndikimi i tij në politikat vendore për të rinj. Fuqizimi i këshillave vendore lokale si mekanizëm konsultues dhe monitorues të politikave rinore. Këshilli vendor i sigurisë publike. Digitalizimi i shërbimeve ka krijuar vështirësi për aksesin e qytetarëve në shërbimet online dhe kërkohet ofrimi i shërbimeve edhe në mënyra alternative ose funksionimi në mënyrë paralele në mënyra tradicionale, si ofrimi i shërbimeve paralelisht edhe në njësi administrative. Banorët kërkojnë të informohen më shumë mbi zhvillimin e takimeve publike dhe të buxhetimit me pjesëmarrje, në mënyrë që të jenë më të përfshirë në vendimarrje për çështjet që i shqetësojnë. Sa i takon kësaj pjesë të digitalizimit, së vitit fundit pak edhe në nivel qendror, ka patur kalimin njësër shërbimesh nga sportel në online, por nga tjetër kjo ka patjetër edhe një lloj vështirësie që është në zonat rurale. Në Bashkinë Valdez aktualisht ofrohen edhe shërbime
fizike le themi dhe a kanë në programin tuaj që të vijojë kjo lloj platforma alternative krahas pjesës digjitale online pra të jetë edhe shërbimi fizik, kontakti fizik për ata të cilët e kanë vështirë aksesueshmërinë online. Atëherë, patjetër, Bashkimi i Vallëndjes ka zyra të cilat funksionojnë dhe janë në shërbim të komunitetit, sepse siç dihet ne jemi një zonë rurale dhe nuk e kemi internetin në të gjitha njësitë e Bashkisë Vallëndjes. Dhe normal që kemi njerëz të përgatitur, punojës të përgatitur për të shërbyer popullit dhe për të Pra kjo shërbime që fizike ta do ndihmojnë. vazhdojnë. Gjithashtu për sa i përket dëgjesave publike që bëjmë për vendimarrjen në vendimet e bashkisë, patjetër, ne kemi bërë dëgjesa publike dhe do vazhdojmë të bëjmë dëgjesa publike në çdo njësi administrative në çdo fshat për të konsultuar me publikun për vendimarrje që do marrim në Bashkimin e Vallëndjes. Prioriteti 2 është drejtësia sociale. Shërbimet sociale për grupet në nevojë, ngritja dhe vënia në funksion e qendrave sociale duke i konsideruar si një të rëndësishëm për koordinimin dhe adresimin e problemeve në bashki. Adresimi i dhunës me bazë gjinore, organizimi i sa më shumë të fushatave dhe programeve ndërgjegjësuese kundër dhunës ndaj grave e vajzave dhe dhunës në familje. Fatkeqësisht, do të them fatkeqësisht, dhe sot vitin 2023 është një fenomen i cili po ndeshet rëndomt, në çfarë kanë në projekt shkrelje për 4 vitet e ardhshme, ndoshta për ngritjen pikërisht të vënien në funksion pra të qendrave sociale në mënyrë që të ketë një pikë referimi për çdo rast të mundshëm. Atëherë ne kemi drejtorinë e shërbimit social në Bashkinë e Vallëndjesit, e cila merret me pjesën dhe me strehimin dhe me ndihmën e grave të dhunuara. Besoj që, siç e dini dhe ju, është një punë shumë e mirë nga kjo drejtori dhe do vazhdojmë patjetër përkrahjen e tyre në çdo aspekt, si në aspektin financiar me ato ndihma që mund t'i japim, si dhe në përkrahje me pagimin e qerave, sipas problematikave që mund të ketë. Ka në projekt tuaj ndoshta ngritje një qendre komunitare të cila ofron shërbime dhe alternative krahas pjesës patjetër të drejtorisë së shërbimit sociale, e cila është një shtyllë e pushtetit vendor. Pra ngritje një qendre ku të kenë mundësi ofrimi shërbimeve alternative përveç atyre le të themi që ofron pushteti vendor. Patjetër, pse jo, do ta bëjmë patjetër. Sugjerohet pakën. Okej. Vazhdojmë me prioritetin 3, që është nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor. Nxitje për krijimin dhe zhvillimin e programeve për gratë dhe të rinj për fuqizimin ekonomik të tyre. Shërbime për programe për përfshirjen e të rinjve, ofrimi i lehtësirave fiskale për bizneset e vogla me qëllim zhvillimin ekonomik vendor. Besoj këtu jemi tek fusha jote, duke qenë pak nga ato lajme që ne shohim apo le të themi takimet që zhvillon. Kam dëgjuar shpesh që thuan fokus kam rinin. Çfarë do bëhet për rinin ose cilët janë në projektet tua 4 vjeçare? Atëherë po fillojmë me gratë, të cilat ne gjatë 4 viteve të ardhshme mendojmë që të hapim disa qerdhe dhe kopshte me drek, të cilat të mundsojnë nanat me fëmijët e vegjël që t'i lajnë fëmijët dhe të punojnë. Gjithashtu për rinin, se unë vim nga rinia dhe unë, si një ri i Vallëndjes, rinia do t'jetë prioriteti jam. Kemi një qendër kulturore e cila nuk e di sa funksionale është. Ne kemi një qendër kulturore, e cila për momentin është jashtë funksionit, të cilën e kemi një ndër pikat e programit për ta rikonstruktuar dhe për ta vënë në funksion. Gjithashtu për rinin do bëjmë disa aktivitete dhe disa fusha sporti që rinia të ketë të merret me aktivitete dhe mos rrinë gjithmonë vetëm në telefon dhe internet. Vazhdojmë me prioritetin 4, transporti publik i aksesueshëm dhe i sigurt për të gjithë qytetarët e Vallëndjesit. Vënia në funksion e transportit publik i cili mungon në të gjithë bashkinë. Si do të thotë? Faktikisht kjo është një problem shumë i madh,
në bashkinë e Valdez, sepse faktike nuk ekziston transporti publik. Transporti publik ekziston vetëm me qendrën në qytetin e Shkodrës, sepse brenda qytetit të bashkisë Valdez nuk ka transport publik. Ne kemi menduar dhe kemi një nga pikat tona të programit ton, hapjen një piket e transporti publik brenda qytetit të Valdez, por është një problem tjetër sepse ne si bashki nuk kemi drejtori ose shërbime të cilat kanë nevojë për shkakun që një njësi administrative nga një njësi administrative tjetër të shkojë dhe të marrë disa shërbime, të cilat ne nuk i ofrojmë sepse çdo njësi administrative ka shërbimet aty dhe njerëzit nuk shkojnë për shërbime pra. Dhe ato që njerëzit që dojnë shku me val pazar nuk shkojnë në Valdez, nuk shkojnë në qytetin e Shkodrës. Por lëvizja brenda bashkisë Valdez, ne kemi menduar të bëjmë një tip lehtësimi ose një subvencionim për transportin, që ta provojmë të paktën të bëjmë një hap që ta provojmë që të funksionojnë. Bashkia do të jetë në mbështetje dhe do ta subvencionojmë, do ta hapim dhe ta shohim a hec apo nuk hec, sepse kjo bëhet me partner privat. Dhe ta shohim nëse është mujtur me hec përpara, bashkia do të jetë ndihmë të tyre për paktën të subvencionojmë që mos dalin me humje fillimisht dhe pastaj ta shohim. Është rëndësishme. Marrja e iniciativës, pastaj pjesa e interesit të qytetarëve. Prioriteti 5 janë shkollat, kopshtet dhe qervet. Përmirësimi i infrastrukturës dhe ngrohjes së shkollave në fshatat Pistu dhe Paçram në njësinë administrative Hajmel. Ndërtimi i terreneve sportive në njësinë administrative Hajmel. Rikonstruksioni i shkollës në ndërtimi i paleset në njësinë administrative Mjet. Kopshtet me drejt dhe qervet mungojnë në të gjithë territorin e bashkisë dhe kërkohet adresime me prioritet të kësaj çështjeje. Na prej pak kopshtet dhe qervet me drejt, por kemi fokusuar edhe më shumë duke nxjerrë disa prej njësive administrative të cilat e kanë në problematike pjesën e ngrohjes, por nga ana tjetër edhe të rikonstruksionit të shkollave. Ne si bashki fillimisht kemi hekur ngrohjen me gaz, sepse është një rrezikshmëri për nxënësit dhe sot ngrohja bëhet me dron, zjarri, në të gjitha shkollat e bashkisë Valdez. Gjithashtu në planin tonë janë terrene sportive për çdo shkollë, për çdo njësi administrative. Gjithashtu siç u thash edhe më parë, edhe për kopshtet me drek dhe qervet me drek për të pas një lehtësim të grave dhe nënave, të cilët kanë fëmijë të vegjël që të kenë mundësi të punojnë. Patjetër është një nga prioritetet tona për bashkinë e 4 viteve të ardhshme. Tek këndet sportive do doja pak të ndalesh ato që se ka nevoja dhe të shumta në shkollat ndryshme. Si mendoni që të realizohet? Ka fonde mjaftueshme bashkia, do të bëni projekte që të kërkoni, pra që të kërkoni ndihmë investimeve qendrore në 4 vite, si mendoni që mund të realizohen apo si të jenë të realizueshme? Shumicën e rasteve të bëjmë me fondet e bashkisë Valdez. Në raste të veçanta siç është për shembull se ne shkollën e mjedis do e fillojmë për pak ditë, do ndërtohet komplet e re, do bëhet me terren sportiv. Pra e kemi marrë fond nga qeveria shqiptare dhe patjetër kur janë projektet mëdha do kërkojmë investimet nga qeveria, ndërsa për projektet e vogla, për fushat e futbollit, kështu do i bëjmë me fondet e bashkisë Valdez. Prioriteti 6 infrastruktura rrugore dhe ndriçimi. Ndriçimi i rrugëve dytësore në 3 njësitë administrative të bashkisë Valdez, që janë 3 njësitë Bushat, Hajmel dhe Valdez. Në Bushat kërkohet rikonstruksioni i rrugës së Malsorve, sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve të brendshme të fshatit Ranza. Në njësinë administrative Hajmel kërkohet sistemimi i rrugës Shënpali Qershia, mirëmbajtja rrugës Shevqet Pistu, vendosja barierave mbrojtëse anës së rrugës, punime me remetim urash në njësinë administrative Hajmel, sistemimi i rrugës Veulejt Pistu.
Në njësinë administrative Valdez kërkohet sistemim asfaltim dhe ndriçimi i rrugës Pecaj Shevqet, sistemim asfaltimi i rrugës Don Nikolli Laç, sistemim asfaltimi i rrugës së Komanit, rrugës që lidh rrugën kryesore me hidrocentralin. Atëherë, dhe pikat e mia të programit tim infrastruktura është çështja kryesore e Bashkisë Valdez. Disa nga pikat që ju i thatë sot janë të përfunduara, si Ranzat, si rruga Don Nikolli që fillon për pak ditë shtrimin dhe asfaltimin dhe ndriçimin e saj. Dhe patjetër, domethënë objektivi jon kryesor është rruga e Komanit, sepse aty kalojnë me mijë turistë në vit. Dhe patjetër që kërkesa projekti janë bërë dhe janë çuar qeverisë shqiptare për me marrë fondin, sepse është një fond shumë i madh, nuk arrihet me bë me fondet e Bashkisë Valdez. Për sa i përket infrastrukturës, prioriteti im kryesor do jetë infrastruktura. Pra çdo lagje e Bashkisë Valdez do shtrohet me asfalt dhe me ndriçim. Ky është një premtim dhe patjetër që do e realizojmë. Prioriteti 7, ujë i pishëm dhe kanalizime. Uji i pishëm kërkohet furnizim me 24 orë ujë të pishëm dhe 3 njësitë administrative, klorinim në mënyrë të rregullt, oraret gjatësinës së verës duhet të jenë më të zgjatura, nevojitet më shumë rregullsi në mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit në të gjithë bashkinë. Ndërsa kanalizimet kërkohet sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza pranë shkollës Nën Tereza. Patjetër, kjo është problemi më i madh në Bashkinë Valdez, sepse këtu janë harxhuar 3 miliard lekë për ujësjellëse dhe uji nuk ka në asnjë fshat. Po ashtu në Ranza, në Kosmaç, në Stajk, në Blesh, në Asht, janë harxhuar 3 miliard lekë nga pushteti vendor i mëparshëm dhe nuk kanë asnjë familje nuk ka ujë në shtëpi. Kjo është një problem shumë i madh sepse edhe ne kemi bërë disa kërkesa gjatë këtyre 4 viteve për të bërë ujësjellëse të njëherë, por problemi është sepse nuk ato ekzistojnë me letra të bane dhe faktikisht nuk ekzistojnë fare. Dhe kjo është një nga sfidat e këtij 4 vjeçari që bashkë me qeverinë shqiptare të arrijmë një konkluzion që të zgjidhim këtë situatë sepse është shumë problematike. Ishte prioriteti 7, por jo le të themi për garancia, thjesht i renditur. Nuk e di nëse kemi mbaruar me pjesën e prioriteteve. Tani besoj që vjen edhe momenti që për mua është të e rëndësishëm, përfshirja e secilit për ju është në diskutime. Do doja që lidhur patjetër edhe me pjesën e prioriteteve, mendoj që prioritetet të nxjerra nga organizata Qendra e Gurës Hapa Belet ka qenë gjithë përfshirëse, siç keni patur mundësinë që ta ndiqni, ka përfshirë të gjitha njësitë administrative, problematikat kryesore, ato të cilat tash edhe një herë mund të jenë të menaxhueshme dhe të realizueshme në 4 vitet e ardhshme. Por tani do doja pyetjet nga ju për çdo paqartësi apo për çdo le të themi interes që keni lidhje me zonën, veçanërisht në zonën ku ju jetoni, në mënyrë që të adreson dhe të marrim le të themi edhe platformën që kandidati Shkreli ka për 4 vitet e ardhshme. Mund të kalojmë mikrofonin në sallë, të paktën ose mund të marr një le të themi një sinjal nga ju ku do të ketë pyetje. Po kush do shëron që të drejtoj pra që ka. Në gjove me vëmendje në përshtetën. Kisha një pyetje për kandidatin. Ma që u folë shumë edhe për për fushën sportive, shpingu dorë e tjera. Çfarë përgjigje keni ju për fëmijën profesional të rinjve? Me qenë se zona e Valdesit është një zonë industriale dhe kërkesat janë të shumta në tregun e tjerë. Me vërtet në Boshat është një shkollë profesionale, por nuk është zonë e shkollë industriale. Dhe kurse profesionale janë të domosdoshme të Bashkisë së Valdesit. Faleminderit. Po patjetër ne kemi dy hidrocentrale brenda
territorit Bashkisë Valdez, brenda territorit. Ai është njëri është privat djellës. Ne po themi shtetëror. Patjetër këtu duhen dhe do të bëjmë do të bëjmë disa kurse, do t'i bëjmë me fondet e Bashkisë Valdez, ose nëse ka nxënës se ka problemi është dhe të nxënësit, nëse ka interes, patjetër që po bashkia do jetë dispozicionin e tyre për të hapë dhe për të aksesuar që të kemi kurse elektrike, mekanike në bashkinë tonë. Mendoj që keni bashkëpunim edhe me shkollat, patjetër mendoj në shkollor, janë shkolla Arben Brosi dhe shkolla tjetër profesionale, ka në zonës në Valdezit bashkëpunimit tuaja që kanë interes që janë përfshirë aty? Po, patjetër ka dhe ne ju japim bursë çdo nxënësi që është në Valdezi që është në shkollën Shkodër dhe shkollën Arben Brosi, ne i kemi dhënë dhe bursa, por nëse për lehtësimin e tyre ne do bëjmë dhe kurse për profesionalin e Valdez, patjetër që ka. Përshëndetje, informat pokër, në kandidatët në drejtarin pa diskutuar, zonës socialëri, një vërtet zavoni një prioritet kryesor doshet të kërkosh drejtarin e që bashkia Valdezit. Është bashki rurale dhe malore, çfarë keni menduar ju për turizmin malor, ku në zonën e bashkisë Valdezit janë 3 lume, janë 2 plikat zonës mbrojtën, lumi Shalës dhe lumi Kumand, që një nga prioritetet e rinisë, që mund të bëhen edhe aktivitete sportive me kalo edhe shumë të tjera. Një nga prioritetet kryesore, këtë dëshmë të këtij. Falenderoj patjetër për pyetjen, presim edhe përgjigje nga kandidatët, do doja të jemi sa më qartë, koncis, përveç kandidatit shkrejtin e në ditës vjues, do të kemi edhe 2 kandidatët të tjerë, kështu që do doja që të merrni mendimin dhe platformat e secilit për kandidatët, në mënyrë që më pas të vendosni dhe të jeni më qartë pikërisht për ato që do doni të drejtonte bashkinë e 4 vite të ardhshme. Kështu që do doja që të ishim sa më fleksibël tek kjo pjesë. Nuk di, jeni qartë për pyetjen? E kaloj. Patjetër një turizmi dhe Valdez është një pikë turistike shumë e bukur, e cila ka nevojë për ndërhyrje, siç thash, dhe rruga Kumanit është një nga prioritetet tona në 4 vitet të ardhshme, gjithashtu molet për të vizituar ishumin e Sardës dhe për të pa bukurinë natyrore që ka liçeni i Valdezit, patjetër që do kenë vëmendjen e bashkisë dhe besoj që këto janë gjëra të realizueshme dhe me fondet e bashkisë Valdez. Disa mole që njerëzit kenë të akomodohen pranë çdo piket të liçenit. Kemi pyetje tjera nga salla, një po. Përshëndetje, unë jam Alma Toballi Premi, jam drejtore ekzekutive e shoqatës së Shpresë prej më shumë se 10 vjet në Bashkinë Valdez. Fokusi i organizatës tonë ka zhvillimin e personave me aftësi kufizuar, krijimin e mundësive, trajtimin e tyre me kushte dinjitoze. Pyetja ime për kandidatin është cilat janë prioritetet apo çka keni menduar ju në këto 4 vite të ardhshme për aftësinë e kufizuar dhe shtresat vulnerable. Përshëndetje, bashkë kemi biseduar disa herë për këtë gjë dhe do të keni mbështetjen time në këtë fushë. Unë e di që bashkia nuk ka sot përveç një që e ke ti në stadion një qendër. Ne do ja ulëzojmë shumë punën dhe besoj që ne do hapim një qendër për fëmijë me aftësi ndryshe në bashkinë e Valdezit, të cilët kenë mundësi e arsimimin si gjithë të tjerë. Faleminderit. Nuk e dini se more le të tani përgjigjen. Po fakt nuk mora sepse këtu nuk bëhet fjalë për më ofru thjesht shkollim sepse deri tash disa gjëra kanë lëviz dhe normalisht domethënë edhe falë dhe luftës tonë si prind, do të thash jam tash 10 vjet e fokusuar te shoqëria civile, sepse më vetë jam nani një fëmijë me autizëm. Çështja është të strukturohet në detaje çdo lloj shërbimi që këta persona kanë nevojë, të fillu prej të integrimit tyre në qerdhe, në kopshte, në shkolla, edhe me menu dhe ma gjatë deri tek trajtimi tyre mas moshës 18 vjeç.
sepse normalisht kuptohet që është një barë shumë e madhe. Jo vetëm për prind, po do t'jetë edhe nesër në vazhdimsi nëse ne nuk veprojmë sa më shpejt jetë mundën të pikë po jena. Kështu që do të preferoja shumë që t'ishte përveç që domethënë dëshirës mirë se normalisht e kuptoj sepse ju jeni prind tani na prind dhe kuptojmë që domethënë me pas fëmija problem. Por ama do të ishte mirë që të bashkëpunojmë në mënyrë të koordinuar, sepse më mirë se ne që jetojmë për ditë këtë lloj situate nuk mund ta dinë edhe ata që e bëjnë politikat. Dhe në këtë fazë ndoshta do të isha pak, s'po them tjetër, po pak skeptike për faktin se në gjatë bamjes programit, pavarësisht se na kena diskutuar me Kristianin, bile s'ka pas edhe një tentativë shumë të sforcuar nga ana ime që të biem edhe një binjakzim këtu nga Italia, dhe qysh në shtator, unë e kam bën komplet koordinimin dhe prumin e kësaj mundësie dhe nuk e di pse ka ngecë, domethënë te bashkia për një diçka që nuk më rri me shpjegu përsa. Nuk e di se sa jeni në dieni ju, zoti i shkreti. Gjithsesi, ne po flasim pikërisht për platformën e një kandidati, duke bazuar tek ajo çfarë mund të ofrojë kategoritë të ardhshme dhe tek ajo çfarë le të themi mendon apo ishte si të realizueshme. Rasti patjetër i Almës është shumë specifik, kështu që nëse të kam kuptuar mirë, një lloj kërkese është pikërisht ofrimi i edukatorëve ndihmëse apo mbështetëse në qendra dhe kopshte për personat me aftësi ndryshe. Fillimisht me kriju mundësi, sepse një është edukimi, edukatorët janë sepse në farë mënyrë tash lëvizën. Po, por do mendoj mbështetës pak në raste të tilla, kështu mund të jetë një edukator. Po, mbështetës, po. Domethënë kjo është në rrjedhë, çështja me kriju mundësi më shumë sepse muajnë strukturat që ofrojnë ata më të shërbimin e duhur. Unë nuk kam dijeni për këtë që sa po them, se nuk e di se si kanë menaxhuar këtë rast drejtoria e shërbimeve sociale në bashki. Duhet ndalëshim tek platforma juaj, ka të vjetash. Por unë të premtoj që Bashkia e Valdevës do të jetë për krah fëmijëve me aftësi të kufizuar në çdo lloj detaji. Falenderoj, u të referova me pyetje sepse normalisht i kanë në postën e nënkryetarit, por gjithsesi mirëpresim domethënë çdo gjë që të bëhet në vazhdim sepse çka ka i. Faleminderit. Faleminderit edhe Almës dhe për t'i nkurajuar sigurisht me pyetje se cilin për ju, do doja edhe një herë të kujtoja që jemi pikërisht një forum publik në përballjen e ofertave politike që kandidati sjell për banorët pikërisht në kategoritë të ardhshme. Më di nëse kemi pyetje të tjera, dëshironi kush tjetër? Po. Kolegja do të sjellë mikrofonin, patjetër. Përshëndetje. Parandoja. Votoj shkollën e Aleksandr Kaloci. Do të shkojmë në staj. Tani që tash ja për cilin ne jemi në gjendje për punë që do kandidati përfaqësor i bashkisë, do të shkojë. Konkretaj ndoshta më shumë sa disa gjëra për të cilat janë problematika që kemi për zgjedhjen kontrat për procesin e legalizimit. Në programin e tij do të kërkojmë ndaj që përfundojmë procesin e legalizimit dhe si shikon përfundimit të procesit për legalizimin e banesave, për cilën kemi shumë problematika për zgjedhjen për kontrat. Nikosisht komuniteti kërkon që infrastruktura e rritjes dhe pollimit jetë në një zgjidhje sa më të shpejtë, në mënyrë që si zonë bujqësore jetë një rendiment sa më të lartë kulturë bujqësore. Njëkohësisht, në qenë se jam edhe profesor si komuniteti të arsimit, kërkoj që në ato shkolla, për cilat ndërhyjnë të përmbajnë shkollave, jetë një lloj qendrore. Ndaj se kjo jetë kjo do të zgjidhje sa më normale, edhe në fonde të ndryshme, për cilat kandidati përfaqësor i bashkisë ta ketë në çdo mund për. Faleminderit. Nëse jam okay tek pjesa e faktën e legalizimit, mendoj që ajo çfarë bashkia ka të paktën si detyrim është përgatitja e dosjeve për t'i adresuar më pas tek drejtoria e lëvizjes. Në këtë pjesë mendoj që do të mendim se sa prioritet do i jepni dhe sa të gatshëm do të jeni pikërisht për hartimin dhe plotësimin e këtyre dosjeve në mënyrë që më pas të kalojnë tek hankat e tjera.
Bashkia nuk ka as edhe një lloj drejtë sot për sot të merret me procesin e legalizimit, sepse është detyria e ASHK-s e cila merret me këtë gjë, por ne kemi pa një kërkesë dhe unë e kam në programin tim një kërkesë që të hapim një zyre në Bashkinë e Valdez të ASHK-s, sepse bashkia jonë nuk e ka këtë shërbim, dhe ne kena kërku dhe po e kërkojmë që të hapet një zyre e aluizit të hipotekës në Bashkinë e Valdezit që qytetarët të marrin aksesueshmërinë e tyre për çdo nevojë që i duhet. Për sa i përket paditjes dhe kanalizimeve, besoj që në këtë 4 vite është bërë një punë shumë e mirë dhe në 70% të territorit bujqësor sot vaditet. Gjithashtu ne e kemi në plan që të shkojmë në 95% të vaditjes në territorin e Bashkisë Valdez për çdo fermer. Dindi, kishë një pyetje. Mikrofonin tim. S'ka gjë. Si Është le. Okej. Ja fillon më bravo. Jemi unë të dy. Jemi unë të dy do. Tani cili për tyre do? Okej. Ja, zot. Faleminderit. Unë jam Ertsara dhe desha të them kandidatit se si mendon kandidati për kryetar, pjesën e moshës së tretë, ardha ndihmë e tyre dhe krijimi i mundësive sociale edhe për këtë moshë. Duke qenë sepse ne jemi një katedrale, Nën Tereza, dhe jemi pjesë për t'i ardhur ndihmë sa më shumë pjesës moshës së tretë, pjesë pavujtur. Ju falenderoj. Okej. Ne sa po e thamë që rinia do jetë në vëmendjen tonë, thamë që do hapim disa kurse për to. Gjithashtu rinia e cila ka marrë një shkollë dhe janë ekselenta do të kenë mundësinë e punësimit të parë në Bashkinë e Valdez. Gjithashtu thamë që do hapim terrenet sportive, që rinia të ketë me qamu ma që mos rritë që ditën i përmen. Po, dhe se jam unë e qartë, do të rrejtë pyetje për moshën e tretë. Po, ose po pyesim se cili për atë çfarë na intereson dhe çfarë na përfshin. Kështu që mendoj për moshën e tretë. Çfarë kanë projektuar? Ndoshta ndonjë pjesë, ndonjë qendër e caktuar që ushtruaj mund kaloj kohën apo truaj, në fakt diçka e cila na mungon në pjesën e madhe të bashkive, duket duke munduar që t'i japin vëmendje rinisë dhe pjesës tjetër, duket që mosha e tretë mjafton me pensionin. Nuk e di, cilit janë vetëm platforma juaj. Faktikisht, kjo është një çështje shumë problematike në zonën tonë, sepse ne si bashki nuk kemi asnjë park të cilët mosha e tretë mund të dalë të bëjë një shëtitje, të pi një gotë, të ulet, të pushoj, të lozi domina, letrash. Ne nuk e kemi, unë e kam në prioritetin tim një park të madh në qendrën e Valdezit, kështu që besoj që parku është i mjaftueshëm për to. Atëherë, unë jam Vendi Libra, drejtori i shoqatës intelektuale të Shpresë, në punën kryesisht në Shkodër, por edhe në rajon. Në radhë parë do duhet të falenderoja për pjesëmarrjen në këtë forum, në dialogimin me qytetarët. Në radhë dytë është një kënaqësi shumë e madhe kur shohim djemëri si ju, të cilët marrin përsipër që të drejtojnë vendin, sepse unë ditë rinia është e ardhmja. Dhe se te ndoshta kisha në formë rekomandimi për ju gjatë 4 viteve të ardhshme. Ne kemi punuar faktikisht gjatë 2 viteve të fundit në një projekt për punësimin e të rive, ku ka qenë përfshirë nga Bashkia Valdez, dhe aty jemi befasu ka disa të rinj të cilët kanë ardhur me disa ide për projekte të sipërmarrjes rinore, dhe me këtë rast do doja shumë që të sugjeroja që të krijoni mundësi për këta të rinj, por sigurisht edhe për qytetarë të tjerë që të vinë tek bashkia, të gjejnë një derë të hapur dhe të vinë në projekte, sepse vërtet është një zonë shumë e pasur,
me burimin e ndërore dhe mundësit janë shumëta dhe unë do të thosha që kjo zonë kërkon shumë më tepër vizibilitet dhe duhet që të krijojmë një qasje nëpërmjet projekteve, qoftë në bashkëpunim me qeverisjen qendrore apo me donatorë të tjerë për të krijuar më tepër mundësi, sepse kryefjala e gjas është papunësia. Dhe sa më shumë që të krijoni mundësi punësimi për gjithë të banorët të zonës, njëkohësisht do të frenojmë edhe emigrimin dhe këto po themi bashkëfushatar të ujë do të jenë më të vlefshëm edhe për bashkinë. Jo e shumë suksese dhe shpresojmë që të drejtoni bashkinë. Bledi më surprizoi se gjithmonë është kritik, kështu që sugjerimi tuaj besoj që do të më pritet. Shumë faleminderit. Patjetër, rinia, unë kam menduar diçka se këto startup-et që ishin shumë të vlefshëm, sepse shumë të rinj morën iniciativa, banën projekte të bukura për hapjen e disa bizneseve, të cilat ishin shumë domethënëse. Gjithashtu vëllonën si nesër si kryetar bashkie, do t'i përkrah patjetër me tana mundësi që ka bashkia Valdezi, do jemi përkrah tyre që t'i lehtësojmë të paktën të taksat dhe normal që vitin e parë për çdo të ri që do hapi një biznes do të ketë taksa falas nga bashkia Valdezi. Me që kemi edhe të rinj në sallë, kështu që mendojmë mirë të vjetë gjithmonë se do të jetë kandidatin tjerë kryetar i bashkisë me katëritashme. Po, kemi një zonjë. Përshëndetje, pjesëmarrjen dhe angazhimin e të gjithëve, duke shfaqur problematikat dhe shqetësimet që kanë aty ku jetojnë. Kjo gjë e mirë, se tregon një sensibilizim të gjithëve për arritje për shërbime më të mira në komunitetin ku jetojnë. Unë prioritete janë shumë, nuk thamë se s'kanë punu ta 4 vite, pas edhe ma letë me komuniku me njerëzit e zyreve, sepse ka kemi bashkëpunim me njerit, qoftë i stafit të bashkisë, qoftë edhe kryetari të bashkisë. Por, pyetja ishte, pyetja ma tepër të rekomandim. Në lidhje me shtëpinë për një park për të moshurit në bashkinë e Valdezit, unë e kisha e mendoj, edhe besoj që është shumë e miratuar dhe nga të gjithë, të batë në çdo qendër ku ka një numër të madh popullsi. Për shembull në Barbullosh, Markiushi, Bushat, Staj, Osmaç, Melkush, që aty një vend nuk don hapësira të mëdha. Nësë flasim me bagodina, në flasim me një pak, ku tulen pleq, të shohin njëri tjetrin, të bisedojnë. Faleminderit. Edhe dyta, në qervet edhe kopshtet me drejt, unë e mendoj që qoftë në bashkinë e Valdezit, do të thënë në Laç, pas qytetit, edhe fushat, nuk thojmë ba për çdo fshat, se mos ta marrim në vesh ai që po bëhet. Në 2 qendra që jashtë, në numër të madh popullsi, dhe ka shumë njerëz që jetojnë në apartamente, duhet që këto njerëz të punësohen. Atëherë në një i vjen bashkia duke bërë qertë dhe kopshte me drejt. Faleminderit. Okej. Mendoj që kandidatët kanë një avantazh shumë të madh me banorët, dëshirojnë për të përfshirë edhe pjesën e bashkëmenaxhimit të qytetit të Shëmallës, kështu që falenderoj edhe për sugjerimin për pyetje tani kemi, apo jo. Sigurisht do doja një pyetje në fakt për ta përmbyllur, ndoshta pak më interesante po. Vjosa dhe Mushit, përshëndetje. Atëherë pyetja ime është për transportin publik. E kena diskutu disa herë. Atëherë, si do ta realizojë ti, zoti kandidat në kryetar bashkie? Edhe kur? Shumë e rëndësishme. Të thash pra, ne do bëjmë një subvencionim të disa mjeteve të transportit publik, të cilët të kenë naftën falas nga bashkia, që ta përvojnë që të punojnë dhe të kenë fitimet e tyre, sepse çdo
çdo person I cili hin në fushin për me fituar, nuk hin për me bërë transportin falas, ne si bashki që ta ndihmojmë, do t'i subvencionojmë që të paktën për një vit të shohim se si funksionon. Sepse problemi është sepse ti vjollës nuk vjen prej Vaudesit të pushat. Nuk fola për veti, fola për rrëthinat, sepse Po marr një herë, se nuk ka lidhje. Mora shembull, jo ti si vjollës. Po një qytetar nga Vaudesi, çfarë do bëjnë pushat? Për çfarë vjen pushat? Kjo është. Bëhet fjalë për zonat në Nshart, Fejmel, Pisto, këta me u lidh, me u ndërlidh me qendër, mu ndërlidh me Vaudesin dhe Vaudesi me Shkodrën. Aty me Shkodrën. Edhe të ketë një orar, dhe jo me prit një Fejmel në rrugë 2 orë, kujdes. Jo me prit një nalë fëmijë që shkon me vizitu fëmin. Më thënë shërbime ka. Vinë prej Vaudesit, vinë bushat për të dentisti. Në lidhje familjare, njëri tjetrin shumë gjona. Jena një komunitet edhe jena... Kjo është shtrime për raste specifike shumë vogla. Jo është e domosdoshme sepse Po atje që është e domosdoshme. Kristian, ndoshta një familje nuk ka shtipunsu as një pjesëtar të familjes. Ka aktivitet bujqësor, por nuk ka ku me shit prodhimin. Atëherë to kenë një transport publik me orar edhe I përditshëm, ai gjen edhe mënyrën e trekut. E ka edhe më të lehtë. Po pra tjetër, transporti publik me... Do realizohet apo jo? Po tjetër që po. Edhe kur? Gjatë vitit parë të mandatit. Do ta bëjmë me të nderim, ta shohim sepse nuk mund ta bëj bashkia këtu. Do të ketë individ të cilët janë të interesuar për me Do doja që të kishim pyetje për çështën mënyrë që të marrim edhe ne kohë nga e gjithë kjo shfrytëzojmë të mirë në mundshëm, por nga ne të marrim edhe sqarimet e nevojshme në mënyrë që të mos kalojmë në pjesë debati. Do të realizohet pak kandidati e premtoi këtë. Faleminderit. Të gjitha prioritetet Kena besim se I ka tona mundësi. Të gjitha Atëherë edhe një pyetje diçka për biznesin. Për 4 vite, atëherë pse nuk ishte në fokus ndihma e biznesit për uljen e taksave? Ta sqaroj pak që duhet të flasim për 4 vite të ardhshme, a do të jetë fokus kështu? Që ka kenë. Po, ne sot kemi një forum që duam të kemi përballjen e ofertave politike të kandidatëve për 4 vite të ardhshme. Patjetër që ndikimi duhet të qenë një zonë e vogël që secili njëri tjetrin, e lehtëson për nga tjetër kryen edhe një lloj komoditeti, por doja që të respektojmë të gjithë pjesën e hapësirës të platformës së njëri tjetrit. Kështu që sa tema pjesës së transportit do të realizohet, të gjitha prioritetet janë pjesë do të realizohet sipas premtimit të kandidatit, dhe se do të jetë kryetari I bashkisë, duke qenë se të gjitha prioritetet janë pjesë e një mandati 4 vjeçar. Neve na intereson që nëse shkreti do të jetë kryetari I jashtëm I bashkisë Vaudes, në përfundim të mandatit të tij të ketë realizuar të gjithë ato çfarë ne diskutuam dhe çfarë ai premtoi. Dhe ky është në fakt edhe qëllimi I gjithë këtij forumi dhe gjithsej që ju si përjohës keni një ide më të qartë dhe në fund të mandatit 4 vjeçar të ketë për çfarë kërkojë llogari, se llogaridhënia është një proces shumë I rëndësishëm në raport mes qytetarëve dhe banorëve. Edhe më herët e preka faktin që është shumë e rëndësishme që ne do të diskutojmë dhe do të nënshkruajmë sot kontratën sociale të 2023, të gjitha çfarë diskutuam, pyetjet tuaja, përgjigjet e kandidatit, do të marrin formën e një nënshkrimi, një letër e cila të paktën moralisht e bën kandidatin përballë përgjegjësive për të realizuar në rast të jetë kryetari I bashkisë. Unë ftoj edhe drejtuesen e qendrës Hapat e Lehtë, zonjën Denale Shpuza, në mënyrë që të firmos kontratën sociale dhe doja që të vija hapësirë të dyve. Faleminderit të gjithë ju që jeni prezent në këtij forumi publik, por mbi gjitha të doja të falenderoja kandidatin, zotin Shkreli, që pranoi më një herë ftesën për të bërë pjesë këtij forumi publik. Faleminderit edhe një herë.
e jemi këtu së bashku që në qoftë se zoti Shkreli do të jetë kryetari i ardhshëm për të monitoruar këto pika të kontratës sociale. Faleminderit.